duke ju referuar liderit ton, që është prezent jo vetëm në fushat. Po thuj se prej shumë vitesh ai është prezent tek votuesit, duke qenë një person solidar, bamirës, dhe është kthyer si institucion për popullin në Shqipëri. Sot është më e lehtë të takosh një person si Zoti Doshi, se sa të shkosh në një institucion për të mbaruar një punë duke përballur me burokracitë e pafunda. Unë jam person i cili që shpeshherë kur shkoj nëpër institucione, prej muajsh e kam të vështirë që të mbaroj, të marr një dokument apo të mbaroj një punë. Kur thoni lehtësi për takuar Zotin Doshi, çfarë i referoni? Sepse sigurisht institucionet kanë role, detyra dhe misionet e veta. Zoti Doshi për çfarë lehtësie personifikohet dhe si mund t'i ndihmojë këta njerëz? Është personi që është prezent aty për aty dhe mundohet të bëjë maksimumin për të ndihmuar votuesin e tij, apo ashtu dhe strukturat që aderojnë në Partinë Socialdemokrate. Vetëm për hir të liderit dhe asaj çfarë përfaqëson Zoti Doshi jeni afruar me PSD? Absolutisht. Unë jam njëri që kam dëshirë të merrem me politikë dhe PSD-ja është partia që më ka hapur dyert. Do të kemi shansin të diskutojmë më gjatë, po kthehem te Zoti Kulluri, i cili për javësh në fakt është vendosur në Vlorë, atje ku e bën intensivisht fushatën. Fushata kishte nisur që në kryeqytet për ju, Zoti Kulluri, praktikisht me takime tashmë derë më derë, sepse ju kam parë që po e bëni me dinamikë të shtuar. Çfarë kuptoni nga vlonjatët tuaj që presupozohet ju votojnë në datë 11? Çfarë ka ndryshuar nga fushata në fushatë, se kjo nuk është prekja e parë e terrenit për ju, ndonse kse radhe me alternativë të re? Besoj që çdo parzgjedhje kanë historinë e tyre. Zgjedhjet janë dinamik, nuk janë një vilin e are. Aktorët janë po ashtu një pjesë e rëndësishme të rinj, pra nuk kemi më një përballje klasike PS-PD, kemi të paktën 5 parti dhe koalicione për cilat ka një përshmëri që do përfaqësohen parlamentarisht. Dhe unë nuk kam asnjë dyshim për këtë çështje. Pastaj sa mandat do marrin secila, kjo është një çështje që nuk na takon. Do ta diskutojmë në një pjesë tjetër, por jemi ende tek impresionet tuaja të para nga të bërit fushat. Nuk na takon, kjo i takon votuesit. Impresioni im është ky, duke qenë se Vlora është ekspresive, është drejt për drejt, po themi impulsive dhe sinqertë. Shikoj Alba që nuk do ketë majorancë të asnjë partie të vetë në pushtet. Dhe këtu kam parasysh kryesisht Partinë Socialiste, me që ka një avantazh ndaj PD-s në 12 vjet e fundit. Jo se them me kënaqësi të madhe, këtë është konstatim që s'm ka pëlqyer kurrë dhe për këtë çështje kam. Cilat janë treguesit cilëve u referoni për të bërë këtë parashikim paraprak? Ajo që thatë ju, takimet. Unë kam gati 40 ditë përveç Sarandës që filloi këtë javë, takimet intensive, realisht, sepse po ngushtohet dhe koha, në të gjitha territorin nga Novosela dhe në Lukov, në Lumën e Vlorës, në krajinë e Dukatit, ku unë kam dhe gjysmën e origjinës time, se tjetër e kam në Lumë e Vlorës. Qyteti është në një reagim masiv, sidomos votuesit e majt, kundër kryeministit dhe mënyrës si ka qeverisur. Pra, këtu ka një problem sistemik, nuk ka një problem personal njëri me Edi Rama, ka problem me modelin. Modeli është modeli që kemi thënë. Një grusht njerëzish që drejtojnë në mënyrë arrogante, harbute institucionet vendore. Ne bashkë kemi bërë debat shumë herë të studio. Dhe patjetër që shqetësimi kryesor për ne, në pipa me konstatimit, ka qenë korrupsioni madhor. Por njerëzit poshtë kanë përshtypjen më shumë kanë problem korrupsionin e vogël. Kur themi i vogël, jo i vogël në shifra. Korrupsionin e qarqeve, të qyteteve, bashkive. Po ta them sot e kam thënë pranë javën e studios, nuk guxon të flasësh në Vlorë për hipotekën, për kadastrën, për OSHE-n dhe për ujësielsin, se mu thash një karrige kokës nga një socialist, se demokratët nuk kanë një përshqipëri nga kjo qeveri. Është një situatë alarmante. Sepse historia e drejtimit të këtyre institucioneve në Vlorë është pothuajse një serial komik. Sidomos hipoteka. Pra, çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që nëse ne u larguam 2013 kur ishim PD, për këtë arsye kryesisht jo për korrupsion madhor, gjendja sot është herë 3 më keq, herë 5 më keq. Pse dëgjoj shifrat që çarkullojnë për emërimin e një mësuesi. Sa marrin, sa kërkojnë për zbardhjen e certifikatës së pronës që e kenë pronësi dhe do sot ta shesësh. Se kërkojmë ende për zbardhjen e certifikatës, ndërkohë që thamë që kemi shmangur burokraci dhe ja kemi lënë gjitha sistemi dhe elektronikës? Sot njerëzit janë duke ribler shtëpitë e tyre. Si po e riblen shtëpitë?
paguajnë për nxjerrje certifikat. Biles edhe kur paguajnë, nuk marrin as punë, se ikën drejtori i qeshtë dhe vjen tjetër mas një javë. Që do duhet paguash sërish, po thoni. Po ta them aty, hipoteka Vlorës ka qenë rast personifikimi i rrumpallës qeverisë në këto 12 vjet, sidomos i 4 viteve. Zoti Kulluri, po shkuan historitë me digitalizimin, me Jell Benjan, me evitimin e burokracive njerëzore. Për këtë duhet pyetur zoti Rama. E kam të pamundur, nëse do të vinte do ta pyesja me shumë kënaqësi dhe insistim. Ka dhe një arsye pse Rama nuk del në Rama, flasim socialistët, nuk dalin debat. Nuk kanë çfarë thonë Alba. Tash i themi drejtën, mbas 12 vitesh në Shqipëri është e pamundur dalësh debat të thuash ndonjë gjë. Po çfarë debatoj?